Është shembulli më i keq i qeverisjes gjatë tyre viteve që ka mbet në lloç ajo rrugë. Se përket investimeve kapitale, konsiderojmë që ajo që ka ngecë më shumt në Kosovë këto 6 vitet e fundit janë investimet kapitale që janë jetike për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Pa humbur kohë po i numëroj disa prej tyne, mbi prioritetet do t'jetë autostrada e Ana-Moravës, që është shembulli më i keq i qeverisjes gjatë tyre viteve që ka mbet në lloç ajo rrugë dhe brenda 2 viteve të para të mandatit do ta përfundojmë autostradën deri te Dheu i Bardhë dhe do t'i sigurojmë qytetarët e Ana-Moravës qasje në autostradë dhe zhvillim ekonomik përmes infrastrukturës. Do t'i përfundojmë pa humbur kohë, qysh në vitin e parë të gjitha projektet rrugore që janë nisë shumë vite më parë që nuk po përfundohen, përfshirë rrugën Përpej, Gjakov, Podojev dhe Mitrovic. Do ndërtojmë segmentin e ri të autostradës, Duhur, Shtime, Lipjan dhe Kyçe në Banull, në mënyrë që ta lidhim autostradën Arbën Xhaferi me autostradën Ibrahim Rugova, të shkurtojmë rrugën për në Prizren dhe në këtë mënyrë t'i ofrojmë qasje më të shpejt qytetarët Kosovës që duan të kalojmë prej një pjesën tjetër dhe kjo do të lidhet edhe me autostradën Ana-Moravës. Po ashtu do të investojmë në Hekurulla për shkak se është investim i domosdoshëm për me kriju lidhje më të mira të transportit. Kur kemi lënë pushtetin, kemi lënë projektet e gatshme për Hekurullën, Hani Elezit deri në Leshak, nuk është bo asgjë deri më tani, do t'i kthejmë këto investime në mënyrë që t'i japim infrastrukturë zhvillimore vendit. Përveç rikuperimit të Hekurullës, do të bëjmë edhe elektrifikimin e Hekurullave në mënyrë që të kemi transport me shpejtësi në linjë me standardet bashkëkohore të Hekurullave. Do të investojmë në digat e ujit, duke pas parasysh që ka shumë vite që nuk ka pas as investim të ri dhe patjetër investime në energji. Duhet të krijojmë kapacitete të brendshme të prodhimit dhe të sigurojmë pavarësi energjetike.